që ka shku, po dhe se shet njeri. Ndërkohë që deri dje mund ta meshe për i copë buk, po nuk e donte njeri. Atëre kjo është pasuria. Tani si lëvizim ne këtu? Lëvizim me paketën e maleve, miqtë mi. Të vinë ata që janë në Tiranë, e pam një të lindur aty. Ketemla. Bulqiz. Ikur në Tiranë, jetuar në Tiranë, edhe kishte ardhur dhe po bënte agroturizmin atje. Por edhe ata që janë jashtë të vinë, ta shfrytëzojnë paketën e maleve dhe e kemi thënë dhe përsëris 500 parët që do marrin lejen do jenë 10 vjet pas i taks. Është në ligj, është e shkruar. Duhet të jeni aktiv. Dhe nga ana tjetër bashkia duhet të krijojë sipërmarrje në fshat. Sipërmarrje për qershin, sipërmarrje për mollën, sipërmarrje për grumbullimin, sipërmarrje për përpunimin, sipërmarrje